cilat janë ndalimet që ligji parashikon për disa element që duhet detyrimisht të përjashtohen nga mbrojtja, pra që nuk mund t'i mbrosh që ti jem pjesë e markës tënde tregtare. Ligji ka një end veçantë që është i përafruar me gjithë legjislacionet e markave tregtare kudo në botë, që titullohet apo emërtohet shkaqet absolute dhe që e përkthyer shumë saktë si kundër bët ju, janë pikërisht pengesat që ligji ndalon regjistrimin e elementeve të caktuar. Dhe elementet që ndalohet ligji për t'i regjistruar ose kur janë pjesë e markës duhen përjashtuar nga mbrojtja ekskluzive nëpërmjet një deklarate të posaçme, janë gjithë ato element që janë jo dallues, që janë përshkrues, dhe kur themi përshkrues për ta ilustruar që përshkruajnë apo tregojnë llojin, cilësinë, karakteristikat e mallit, pra nëse do i referohemi markës ujë Selita, uji është element që duhet përjashtuar nga mbrojtja, sepse është fjalë e përgjithshme dhe përshkruese. Ashtu sikundër mund ndodhen raste kur markat janë çorientuese, pra nëse përmban një term çaj, po ndërkohë lista e mallrave përfshin kafe, atëherë me të drejtë Drejtoria e Përgjithshme për Industriale duhet dalë me një njoftim dhe thotë që çorienton konsumatorin, sepse nuk mund të mbrosh apo të përdorësh fjalën çaj dhe të çesësh kafe.